Jemi rikthyer nderuar të shikues. Jemi tani në sa vjen thënë dhe fushata elektorale acarohet, si thua, tensionohet, ngrihen volumet. Partitë tani të gjithë kërkojnë se të gjithë duan të fitojnë. Në vendin ku ne jetojmë, të gjithë nderuar të shikues duhet të fitojnë dhe nuk njihet shumë humbsi. Po nuk ka humbës shumë. Do të një ndeshje ndërkombëtare të gjitha. Del dhe 3-3 si çdo një ndeshje për 2 ditësh, por jo, as barazim s'mund të ketë këtu. Këtu vetëm të gjithë duhet fitojnë. Që nga momenti kur u mësua tani se Partia Demokratike ka lobuar në SBA me një kontratë që shkon deri në $6 milion, ka patër shumë pak transparencë lidhur me burimin e parave. Ajo është një kontratë përderisa është firmosur e gjithë, një kontratë e ligjshme, kupton, formalisht, që e ligjshme, por nuk kemi burimin e parave. Për këtë do të diskutojmë në pjesën e parë të pjesës së dytë, se të ndajmë në 2 pjesë edhe këtë pjesë. Të ftuar në studio Redi Muçi, kandidat për deputet Lëvizja Bashkë. Redi, unë të kam thirrur ty posaçërisht për të çështje sepse ju trembeni shumë kur dëgjoni për para. Dhe nuk trembeni, thjesht. Jo, trembeni domethënë në pikpamjen metaforike. Që abiteni kur dëgjoni para të mëdha, shifra. Se nuk trembeni më jo, kur thoni 50.000 lekë, 100.000 lekë këto, ju jeni njerëz shumë normal. Pastaj kur kjo kalon, ju befas keni një tronditje. Është niveli agronshejit ky tjetri. Ai është tjetër, ja futën një agronin tjetër, sikur s'kanë caktuar, ti futesh një kunjë agronin. Dhe Nis Dynjaja, faleminderit shumë, mentor Nazarko dhe zoti Andi Bushati. Zoti mentor, faleminderit, zoti Andi, faleminderit shumë. Tani, në mes të fushatës elektorale, megjithëse lideri i opozitës, Sali Berisha, nuk ka lidhje me fushatën, tha, një konferencë që doli sot, por në mes të fushatës është mësuar se Partia Demokratike ka lobuar me një kontratë që arrin deri në $6 milion të njerëzit fare pranë presidentit Donald Trump. Janë njerëzit që kanë ndihmuar presidentin Trump edhe në ditët e të vështira edhe kur e kanë penalizuar të gjitha, si e ka ai përveç Truill. Truill e ka emrin? Quhet? Truill, një Truill, njëri shumë i rëndësishëm. Edhe ai ka ndihmuar tani. Mirë, po tani aty ka ardhur dhe një ditë të nderuar të shikues pak e vështirë. Për shembull sot ai mori mineralet. Firmos Zelenski shkret, i firmosi kontratën që gjysmët e mineraleve, gjithë minera do t'i ketë tha se minerat nuk ja mori. Për 99 vjet. Minerat do t'i ketë tha Ukraina. Por gjysmat e metaleve do t'i marrim ne. Dhe ai ti merr gjërat. Pak ç'mendon Lëvizja Bashkë? Jo, do ta themi ti për këto gjëra. Jo, për këto tema ndërkombëtare. Për këtë kemi thirrur, po për paratë që janë harxuar këtu, jo për Trumpin. Këtë të Trumpit e them unë që sot ai mori këto materiale, mineralet e shtrenjta. Po merr pra. Do merr ai, domethënë këta marrin. Marrin ç'mundin dhe ka ardhur një kafçat. Dhe mezi këta politikanë nuk e thon dot se kanë frikë, po ka ardhur një që merr. Do të Kanadan, shteti 51 thotë do Groenland, do tjetër, nuk e dim se çfarë do thotë. Mund të dojtë në një këte, në qofë se i duhet, po si unë për tirë, ndoshta shpëtojmë. Tani, ja të ndjekim, tani që ka thënë doktori për lobimin. Sinkron. Kjo kontratë ka një qëllim tjetër. Marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, paraqitjen e realitetit shqiptar me të gjithë problematikat e mëdha të tij pa administratës Shteteve të Bashkuara. Nuk do ndodhe, nuk mund ndodhë më që pa u mbyll kutia e fundit Edi Rama uroi për fitore. Pikërisht avokatinë e kauzave të drejta të Partisë Demokratike pranë administratës presidentit Trump. Nuk ka të bëjë me zgjedhjet. Kjo fare. Kontrata është 100% e bazuar në ligj. Nuk është historia Bilalit, që martohet me Bilalin se duhet të ishte çift. Bëj gruaja Bilalit ky që të futej në darkë me Obamën, masi aty pëlqej që çiftet duhet të ishin burra. Nuk është histori tilla këtu, nuk ke gjëra tilla. Këtu ke gjëra të deklaruara në transparente, janë patriotë shqiptarë që kanë krijuar një fondacion dhe që duan që vendi Partia Demokratike të ketë marrëdhënie të shkëlqyera me Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria të ketë marrëdhënie shumë të mira. Edhe sikur Partia Demokratike të kishte dhënë nga arka vet për kauzën që është kjo kontratë,
ja vlen 100 herë. Atëra, jemi rikthyer. Ju lutem, domethënë, unë do t'ju deklaroj se kur do përdoret blok reklamash. Domethënë, unë e urdhëroj këtë gjë, ju lutem, edhe një herë, që mos më shqetësoni më, ju lutem. Ç'mendoni për lobimin dhe ju duket bindës shpjegimi i doktorit Redi? Atëhere, e pare punës themi që shpjegimi që dha doktori ishte që u dashkan $6 milion në mënyrë që t'i paraqitet Amerikës problematika e shqiptarëve. Mo nuk më duket se duhen $6 milion për këtë gjë, se besoj se Amerika e një mjaft mirë problematikën e shoqërisë shqiptare. Unë do të shkoj përtej diskutimit në qoftë se mënyra për të lobuar me këtë shumë parash ka qenë ligjore ose jo, ai përket, si thua, shtetit shqiptar për ta hetuar ose jo. Çështja është se çfarë mesazhi politik përçon në këtë moment Partia Demokratike të Sali Berisha duke dhënë një shumë marramendse, do të thoja unë, për kushtet e Shqipërisë dhe për qëllim. Problematika kryesore që ka politika shqiptare lidhet pikërisht me financimin e fushatës së partive të vjetra, le të quajmë kryesore, që janë të lidhura ngushtë me interesat e oligarëve ekonomik në vend, të cilët bëjnë të mundur riciklimin në pushtet të të njëjtëve politikan të vjetër dhe partive të vjetra, dhe që njëkohësisht forcojnë edhe pozitat e oligarkisë ekonomike. Tani, kur një lider opozitar, le themi, si Sali Berisha, paguan një shumë kaq të madhe parash në Amerikë, mesazhi mendoj unë që i përçohet publikut shqiptar, qartazi është mesazhi i si thua, lobimit për të hequr non gratën për Sali Berishën, dhe diskutimi është se nga vjen burimi këtyre të ardhrave. Sepse nëse paguajnë $6 milion për këtë gjë, atëherë do thotë se oligarkia shqiptare, e cila, si thua, shpreson ndoshta që Sali Berisha do vinë ditë në pushtet, po paguan, ose po lobon, po duam ta quajmë kështu, qeverin amerikane për të hequr non gratën e Sali Berishës. Tani, nëse problemi kryesor i shqiptarëve është non grata e Sali Berishës, atëherë nuk më duket serioze kjo gjë. Ashtu tha, është çdo shqiptari, problemi është çdo shqiptar. Ai tha që po japim $6 milion që të interesohet Amerika për hallet e shqiptarëve, domethënë. Është një gjë qesharake, mendoj unë, edhe për të diskutuar. Ama në mesazhin politik që jep është jashtëzakonisht shumë problematike kjo që po bën, supozohet, partia kryesore opozitare e vendit, që dëshmon dhe njëherë atë që kemi thënë gjithmonë, që janë partitë të cilat janë të lidhura ngushtësisht, të kapura madje nga oligarkia ekonomike, dhe që nuk kanë justifikuar kur as shpenzimet e fushatës, as ato skenat madhështore që ndërtojnë edhe eventualisht pra edhe lobimin në këto shuma marramendse. Fushat? Nga vinë këto paramendoni juaj, është e besueshme fabula që janë donacionet e migrantëve. Unë ftova përsëri të vinte, fori doktori vetë sot, po e kemi të ndaluar, më tha përsëri Berind Këlliçi, nuk do dalim, tha, por tha është krejt e sigurt, tha, që janë para, një ata janë njerëz shumë pasur, tha, që kanë hedhur të lek. Po, thuhet, janë këta njerëz dhe pik, apo jo? Njerëzit i kanë thënë atë. Po? Puna është, a e besojmë në fabulën që janë ata njerëz që i kanë dhënë këto para? Pra, kur kishim dyshime që ai Neza korruptoi me Gonigajnë, se dhe Rama kështu thoshte, Neza i dha me Gonigajnë legët, po puna është ti, se atër kishte njerëz që e ka përdinin, e kuptojnë gjithë atë Ramës, thonë, Neza burë, që pun nga Rama. Unë hyte ata që nuk e besoj këtë fabull. Nuk e besoj që edhe me qëllimet më të larta dalin 2-3 veta, cilat kanë dalë me emër e kanë thënë do japim 750.000 euro për Partinë Demokratike, do vazhdojmë pastaj paguajmë nga 250.000 euro çdo muaj. Duke mos besuar këtë, jam dakord pra me Redin, që që janë këto parti që ngren shuma kaq të madhe parash në këtë dhe çfarë sistemi kemi ngritur. Por problemi është do e krahasojmë Partinë Demokratike dhe Sali Berishën me Redin, me Arlindin
dhe me lëvizjen bashk, apo do i krahasoj me kundërshtarin që ka përballë. Dhe pika pastaj që unë zbie totalisht dakord me Redin është kjo. Nuk është problemi i Shqipërisë, problemi i Sali Berishës. Unë them që padyshim problemi i Sali Berishës është dhe problemi i Shqipërisë. Se në një vend ku pushteti lobon për të shpallur liderin e opozitës non grata, ka problem. Në një problem ku pushteti paguan me Gonigalin, që thot këta ne kemi opozitën të kapur nga rusët, ka problem. Problemi është, përballë këtij problemi si do përgjigjesh? Unë nuk pres që opozita jonë, Partia Demokratike, LSI apo doni thoni ju, tre bandat e famshme që thoshte Lubonja, njëra cilët si virgjëresh, e tjetra cilët si bandit. Ata kanë kodin e bandave, dhe kjo është luftë bandash. Tani, problemi këtu në shoqërinë tonë është që u ngritën një palë banditëve duke thënë kapeni ajdutin, kapeni banditin. Ndërkohë që kjo që po bën PD-ja është vetëm kundër reagim ndaj dëmit që i ka bërë Rama dhe Rilindja. Pra, për ta përmbledhur me dy fjalë, kemi një problem çfarë transparence kemi për parat, dhe dyta, është më mirë apo më keq që paguen edhe para edhe sikur t'jenë të pista për të mos lënë Washington vetëm versionin e Edi Ramës. Sepse në 12 vite në Washington ishin mësuar mbizotronte me para nga kanabisi derke unaza, vetëm versionin e Edi Ramës. Vetëm se tani ka ardhur bushat një bandës themi do të kur për Shtetet Bashkuara, se ata janë vendi që ndriçojnë botën, por aty ka ardhur një president band kanë qenë dhe ata të që ata rëmbejnë Dgjoj, më shumë. unë nuk e di Jo, edhe ata jam okej me ty. që kanë bërë në Afganistan apo që kanë bërë në Vietnam. Por në Shqipëri, administrata e kaluar është sjell një band më keq se çusohu në Kili. Këtë band i përkoi fati që ta shfrytëzonte Edi Rama. Tani këtyre PD-s do i themi mos e shfrytëzo bandën tjetër. Po patë fuqi. E kanë bërë ata është drejtë e tyre. Po patë fuqi. Vetëm duhet thonë se ku i kanë gjetë paratë, kupton? Asnjëri se ka treguar Nazarko pastaj. nga vin paratë. Jo duhet ta deklarojnë ata, e kanë për detyrë. Kush? Partia Demokratike. Jo, mos kanë për detyrë. Po. Siç nuk ka detyrë Edi Rama të Po se ka se neza si ja çoj paratë me Gonigali. Po se s'ka letra. Ja se do Tu ka një letër, kontratën e shkruar. Okej, ja le të vazhdojnë. Okej. Nuk po them jo, jam dakord me gjykimin tënd. Por këtu kemi të bëjmë me letra dhe jo letra. Me që... Jo, Fal. të dy rastet me jo letra. Andi, me që me shpëtimin bjem dakord, te kontrata që është bërë... Mentori. Falë. Dakord. Me Nazarko. Unë ngatrojnë se edhe vlezërin, me një tjetin dhe mua më ngatrojnë. Te kontrata e shërbimit, le ta quajmë kontratë shërbimi, është citimi për një parti politike jashtë vendit. Pra, është e cilësuar në kontratë. Në këtë moment, ata atje nuk ka një problem, po këtu ka një problem. Sepse në momentin që ti merë një shumë donacion, për te faktit sa e përcakton ligj, që është praktikisht 1 milion lek të reja, pra 10 milion lek të vjetra, ti hynë në një marrëdhënie juridike të deklarueshme. Po më t'i hyrë spaku. Po pra, Por ata kanë gjetë rrugën e vetë, vëlla. Problemi... Ata kanë gjetë rrugën e vetë për t'i dhënë para Amerikanëve. Kjo punë kanë kuptuar që zgjidhet me para. Është e paligjshme. Aty ka spaku, le t'i kapin. Vim pastaj aty, problemi është që pse bëri këtë autogol Berisha. Ndërkohë unë se di t'jetë autogol tani, autogol po e quhen ti. Është autogol fatal, ja do dali që do jetë autogol, ja do e kuptosh. Po kur të dali, dakord? Sepse ata në Amerikë, ai që ka dalë garantor nuk ka si problem. Ai është duke prit, thotë unë jam garantori, nëse s'paguajmë paratë, unë do paguaj paratë sipas kontratës. Paratë 750.000 janë paguar ndërkohë. Nuk dim kush i pagoi, si erdhën këto donacione dhe ndërkohë, për te fakti se nuk dim kush i pagoi, ka edhe një pikë pyetje tjetër, që këto vijnë për një shërbim të një partie politike, jo një organizate. Nëse do ishte cilësimi organizat, bie çdo barr provuese dhe ekspozim ndaj ligjit. Momentin që jam për shërbim për një parti politike, ekspozon Partinë Demokratike direkt. Aty kanë flamurin ta fusin burr. Dhe jo, po e fusin ose po të sjell. Kjo është kollar. Jo, po s'është flamur, jo. Po kush është flamur, është rasti i Lirmetës ky.
është tipikisht i 700.000 euro deri Ilir Metës, që u ekspozu edhe Basha, edhe Ilir Meta, edhe Berisha. Nuk është çështja vetëm flamur. Ure ta fusin Saliun, Lirin... Jo, më nuk e kam hallin, unë po them tek ekspozimi... Ata burgi kanë, më. Po them tek ekspozimi... Puna është do bërtasim skandal, kur Edi Rama ka ble gjithë botën, dhe bërtasim skandal, pse hodhi në i lek dhe pëdoja. Skandal më dakord t'i marin. Këtu tani... Fakun të vetin e kanë, prokurin të vetën i kanë t'i marin. Se nuk e zim do të ne... Iku, mbaroj çështja juridike, kaq kisha për çështjen juridike. Për çështje politike tani, që Berisha thot, se dhe kjo është fyrje inteligjencë dhe politike, që Berisha thot tani 6 milion euro, më falë dolar, ne i Politika i ishtë nëse vetëm se i thot mua kështu më kanë berë, nuk ta thot direkt, kështu më kanë berë, më bënon grada me para me dita. Po tani... Okej, vazhdo. Ore, 6 milion dolar tani ti do japësh se do të çosh fjalë te departamenti i shtetit, po departamenti i shtetit ka raportet e veta. Pra ti anashkalon departamentin e shtetit, anashkalon ambasadën amerikane, që gjithë trupa do ndryshojë se është administrata e re. Më ishi bindur ai për këtë. Do me thënë kanë... Sot Soros e ka drejtuar këtë gjithë. Janë idiota që kanë pas lek për t'i argjuar. Bravo i qoftë, po. Po jo më shumë një bëjnë ata që e bëjnë. Tani vim edhe këtë çështja. Vim dhe te çështja e relativizimit. Se ne po i qaj mallin PD-s që ka argjuar lekët dëm. Ne kemi bërë një debat dikur për çështjen e përdorimit të çështjes me Gonigal. Edhe gjithë ishim dakord që te kjo çështja ka pas pislëk të madh. Edhe që Rama u hetua, po që nuk u fut kurrë në akuzë për këtë çështje. Por kjo nuk e ka përjashtuar Ramën nga fakti që nesër mund të jetë në akuzë nëse ja hapi një çështje ose në Amerikë ose në Shqipëri. Po kjo ndërkohë nuk përjashton përgjegjësinë ose nuk mund të japi të drejtën PD-s të bëjë të njëjtën gjë që ka bërë Rama, se me çfarë morali i del ti zgjedhëve përpara pastaj. Kur po flasim 10 ditë përpara të flet për pensionet, flet për gjërat edhe thua 6 milion euro, unë po ja harxoj çik se do i çoj llaf atij. Ç'është kjo? Kjo është marrëzi. Tani ai e bën në emër të një gjë edhe asiç e përshkroi Bushati që dhe ka ndodhur, ai beson që ai është bërë nën grada në mënyrë politike. Po e blen atëherë. Po blen, po sigurisht. Po e blen, bro. Po aty po blihet më në Amerikë. Po rregull. Ai bleu metalet tani. Po rregull, po dakord. Çi mos e blejmë. Jo, po se di më, është ky çmimi final apo jo? Dhe kam dhe do t'i blejmë shumë me metalet edhe ne. Po si jo më nuk e barazoj, po barazoj se çka me tet. Ka dhe një pikë pyetje. Ka dhe një pikë pyetje. Amerika i ka dhënë 200 miliard euro, 200 miliard dollar Ukrainës. Dhe ajo nëpërmjet një lëvizje si që është marrëveshje. Se e futin luftë. Edhe, një sekond, edhe i merë, sepse një pjesë kanë qenë grant, një pjesë kanë qenë kredi, edhe i merë borxhin, edhe i ofron garanci sigurie indirekte. Nuk është njëjta gjë. Ndërkohë nuk dim. Vazhdo, ja të lutem. Edhe një batut. Nuk dim rolin e Lasivitas te kjo historia. A e kanë marrë këto mendimin e Lasivitas? Lasivitas e ka për këtë. Pse ti ai thon se o Lasivitas ti e di që erdhi retorike. Po jo, më nuk është retorike. Atëherë ka ardhi njëri nga Shtetet e Bashkuara. Sot doli ai, një minutë më. Doli sot ai dhe tha, e di ç'a tha. Filloi të fliste se si bëhet fushata, duhet vej PD-ja shtëpi me shtëpi, doli në WhatsApp më. Po atë punë kam, ai ka ardhur për gjë tjetër. Pa ardhur për këtë. Do Sali Berisha do të realizojë këtë gjë, do realizojë. Ai ndalon dot. Jo, ne ai themi tani po kërkojmë një gjë tjetër, që është më thjesht se të gjitha. Se ai ka të drejtë, sipas tij ai ka të drejtë, thotë un kam drejt. Ta bëj këtë punë sepse kështu ma kanë bërë. Morën Sorosin, morën këtë, më bën më hoqin nga urdhro. Po që ka... Kështu mendon ai, mendoj unë. Po, ka probleme komplekse kjo kontratë. Spari nuk di, është e pa precedent që një parti opozite që vjen nga i vend i vogël dhe i varfër si Shqipëria të paguajnë shumë kaq të madhe. Është shumë e jashtëzakonshme, pa krahasueshme me shumat që jepen qoftë drejt për drejt, qoftë jo drejt për drejt ndaj një subjekti legal amerikan siç është kompania e lobimit në Continental. Së dyti, pra jo vetëm që është e pa precedent dhe përpasoj ngret dyshime mbi origjinën e këtyre parave, është një fyerje për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do për aftësitë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës që institucionalisht, domethënë nëpërmjet ambasadës, nëpërmjet shërbimeve specializuar, të kuptojnë, të ndajnë cila është e vërteta, cili është gruri, cili është egjëra në përkundrejt individëve, përkundrejt proceseve politike në Shqipëri. Së treti është një lloj autogoli, siç u tha këtu, edhe për faktin se deri tani Partia Demokratike është përpjekur ta mbush mendjen që problemet kanë qenë vetëm me demokratë. Vetëm me Blinkenin apo me se deri te Blinkeni ka shkuar akuzat apo me ambasadorët e tij, ambasadoren e tij këtu. Kurse tani fakti që përdoret një shifër kaq e madhe me një administratë e cila supozohet që duke qenë kundër asaj paraardhëses tash të zhbënte lehtësisht gjithçka,
Pra, në një kuptim, po tregohet që problemi është më serios se që imagjinojnë përpara, dhe në këtë kuptim është autogol. Së katërti, pse ka probleme transparentse? Nëse do ishin para që vinin nga shqiptarët Amerikës nuk kanë frikë të deklarojnë kontributet, donacionet e tyre në favor të Partisë Demokratike. Së pesti, kjo është shifër kaq e madhe, është shtrim 3 vjetë. Dhe duhet imagjinohet, koha ka rëndësi të madhe, 3 vjeçare, duhet imagjinohet, nuk po lidh me moshën e zotit Berisha, po me lidh me faktin që mbas 12 majit do kemi një fitues të qartë. Dhe imagjinohet se çfarë ndodh në qoftë se nuk ka fitues të qartë, ose në qoftë se ka fitues të qartë që është Partia Socialiste, dhe që zoti Berisha sipas statutit do të jap dorëheqjen, se duhet largohet. Dhe tani ideja është do të vazhdojë thotë që ngrada e vajzës vi vajza. Kjo është ideja. Është e lidhur nga qarqe të ndryshme politike dhe gazetareske. Pra, do të thonë ky zoti Berisha supozohet me anë kësaj që vazhdojë të qëndrojë është investim politik në 3 vjetar. Mirë, po. Këto janë para, këto janë para që tentojnë të zhbëjnë një qëndrim amerikan që është i qartë dhe që u duk indirekt apo direkt në atë reagimin i cili nuk ishte menduar se do të ishte i tillë, reagimin e Grenellit dhe që u shpërndan nga djali i Trumpit, po. Në të cilin thuaj qartë që interesi i Shtetet Bashkuara të Amerikës është për stabilitetin në Shqipëri. Nuk kishim deri para këtij pozicionimi një qëndrim të tillë kaq të qartë amerikan përkundrejt Shqipërisë, sepse nuk ka ambasador në Shqipëri, nuk ka ambasador në Kosovë, nuk ka ambasador në Serbi dhe nuk ka shef të zyrat Ballkanit në Departamentin e Shtetit. Kështu që në këtë kuptim, një pozicionim i tillë si Grenell është pozicionimi më i qartë dhe i nivelit më të lartë mundshëm përkundrejt Ballkanit, përkundrejt Shqipërisë. Dhe kjo është në një kuptim mbështetje për Ramën, i cili me gjithë mëkatet e imagjinueshme, edhe me ato që fantazojmë, dhe me ato reale, duket sikur dhe nga Bashkimi Evropian, dhe nga administrata e pashme, dhe nga kjo aktuali amerikane, duket se shihet garanti stabilitetit. Kështu që në këtë kuptim duhet shumë para që të zhbëhet një qëndrim kaq i qëndrueshëm i 2 administrata për atë që konsiderohet si garanti stabilitetit. Kështu që në këtë kuptim këto parat, edhe këtu mund të bashkojmë me Bushatin, ja vlejnë sepse duhet të zhbëjnë të vërtetën që ofron Rama tek institucionet amerikane, qofshin ato të demokratëve, qofshin ato të republikanëve. Vetëm që ka një problem se ne e bëm shua, edhe në fakt ashtu është loj partish, rivalitet, bandash e qatë dush. Po e shtrove nga interesi publik. Aja vlen që qoftë dhe me parat pista, qoftë dhe me para paburim origjine, ne të ndalojmë precedent si asaj ruspies, e mban mend atë ruspien, zotë Ylli? Që dilte dhe thoshte dohan bar po votuan për non grada? Pra, ne këtu kemi pa nga këto ruspie që bënin këtu. Po ajo le të vazhdoj të bëj ruspien. Problemi është një lobim dhe i fëlliqur qoftë, ja vlen edhe për të ndaluar precedente shumë më të fëlliqura se sa ky. Dhe këtu besoj, çdo njeri që nuk është militant partije, duhet jetë i kënaqur. Të paktën vendoset një ekuilibër forcash. Është njësoj, siç bëheshin zgjedhjet, qia bëheshin zgjedhjet para 12 vjetësh. Po kishin secila bandën e vet. Këtu tani zgjedhjet s'bën njësoj se i mori bandat gjitha njëra palë. Ekuilibri bandave s'është logjik normale politik ose demokraci, se po e metum këtë pastaj do vim te varianti Ramës le të hanë kokat e veta edhe po bëhet nami në rrugë duke vrarë njerëzit. Për ndryshe kemi zgjedhjen që të na i haj kokat një njeri vetëm gjithëve. Kemi edhe zgjedhje tjera që t'i hajmë kokën këtij njeriu. Po jo që jemi dakord që dali një bandit që të balancojë këtë banditin, se kështu nuk shkon. Jo, dakord. Imagjino, ja do të them një rast. Durojmë ruspiet, durojmë ruspiet. Do me thënë, do që me që jemi 7 ditë para zgjedhjeve, Bushat. Për 7 ditë kemi zgjedhje në Durrës, po përballen 2 akademik politik. Njëri është Arjan Doja, ish prokurori përjashtuar si i lidhur me bandat me krimit, i dyshuar u bë një atentat makinë. Nga krau tjetër është Ergys Agasi që flitet që kontrollon gjithë rrjetin e bandave të Durrësit. Pra, jemi në këtë moment, ty të duket normale kjo? Se mua s'm duket normale kjo. Që në Durrës të ketë një rivalitet kaubojsish në nivel akademik politik.
Jo, mos më duket normale që të fitoj Ergysi. Po më rregull, Më duket normale se kemi 12 vjetë që fiton e njëjta bandë gjithmonë dhe ky është problemi. po mirë, Nuk fitojnë kur ata të ndojnë. pra ti fusim një band tjetër që ta rivalizojmë apo të heqim bandat fare? Lëm këtë bandën. Jo, të heqim bandat fare, më pse bëhet? Redi, Shiko, ne pa dyshim që diskutojmë që nga pozita e një vendit vogël apo jo, në raport me një superfuqisi që është Amerika, po me këtë diskutim që po bëjmë, ndoshta duhet të vëmë çik në dyshim një farë mënyrë edhe legitimitetin atëherë i bie të vendosjes së non gratas, sepse po shtroj unë pyetje më shumë. Çdo ndodhte nëse Amerika do ta hiqte non gratën për Sali Berishën. A nuk kupton dhe kjo që praktikisht vendosja ose heqja non gratës mund të blihet me para? Nuk është kjo problematike sa i Prandaj përket thash është fyre. në vetvete, a nuk mbet në një farë mënyrë ai roli standardi që synon të mbajë Amerika në raport me shtetet tjera me vende më të vogla si Shqipëria sa i Se ju e përket. keni këtë përshtypje, unë për shembull jam i kompleksuar nga kjo përshtypje e Amerikës. E kam të qartë Të domethënë vlerave qëndrimin tënd të pableshme. sa i përket çështjes së non gratës, po në një farë mënyrë, pra i bie legitimiteti totalisht nëse e kthejnë prapë, sepse i bie që thjesht u ble me para ajo heqja e non gratës. Dhe kjo është shumë problem. Kjo ngre një problem tjetër shumë të madh. A mos vallë, supozojmë sigur u hoq non grata, a nënkupton ky $6 milion që ndikimi që do ketë Amerika kundrejt SPAK-ut do jetë tashmë në favor të familjes Berishës dhe Partisë Demokratike? Shiko, heqja non gradës nuk ndikon fare te shqiptarët e tjerë. Po një sekond, Po sepse s'ndikon fare, edhe që ta hiqë ta blej sa të dojë, nuk janë të ndikon. investuar tek sistemi i ndikon edhe te drejtësisë. shqiptarët si s'ndikon. Fare, Dhe ka fare. një influencë të rëndësishme, atëre ky $6 milion ja do ta ndryshoj qasjen e SPAK-ut ndaj opozitës në Shqipëri? A ndërhyet këtu në politika në pavarësinë e sistemit drejtësisë që supozohet jetë i pavarur jo vetëm nga partitë A politike? shndërhyr deri tani është puna. Kjo S'kemi pse ngrejmë pyetjen për të ardhmen, kur ngrejmë pyetjen që se këtu po të shifje kemi 4 vjet që dëgjojmë çdo mbrojtës publik të Diramës që thonë, metëse, Amerikanët me ja bon, po Berishëse, Amerikanët me ja bon. Jo, po ka rënë ky mit. Po ty më ky mit Do me thënë, Edhe Redi që, edhe Redi që përfaqëson një parti antisistem, që ose mund ta quajmë, mund të quajmë kështu antisistem apo jo? Edhe Redi ratë kjo Gracka që ka shpik Lubonja përplasjes mes dy bandave dhe pa pritma se shesh shpëtimin, domethënë të kjo diatribës dhe kjo dilema njëra banda tjetër, po jo, në fakt. Kjo banda e Ramës, nëse e marrim për të tillë, unë se kam qytet rast Berishës band, mund të rrëzohet fare mirë me forcat që kanë legjitimitet moral. po se Pra forcat që kanë legjitimitet moral, forcat e reja. Jo, dakor. Pra forca juaj mund të rrëzohet. Tu duhet përfitoni ju. Siç ishte forca e studentëve. A e pat juve, në fakt ju nuk arritët dot për fat mirë. Për fat mirë ta uzurponit lëvizjen studentore, se do të jepni karakter të majtë gjithë Shqipërisë dhe gjithë lëvizjes studentore, por ju e rrezikuat bashkë me të tjerët, pra ishte një lëvizje laramane, po themi ndjeshmëri ndryshme politike, të majta, djata, të qendrës apo edhe pa ndjeshmëri, që rrezikuat seriozisht rrezimnera. Dhe nuk është e domosdoshme pra që të zhbësh një të vërtet që ka ngulitur një banda, një regjim si ai Ramës që është 12 vjet, nëpërmjet parave. Edhe nëpërmjet vërtetave që i afirmojnë forcat që kanë legjitimitet moral. Kështu që unë po prisja që thoshe këtë. Padyshim, unë thjesht më ngre pyetjen se sa ndikon ai $6 milion jo vetëm tek amerikanët, jo vetëm tek non grata, po edhe te sistemi i drejtësisë. Nëse kjo ndodh me gjithmonë kështu, atëherë kemi problem shumë më të madh se sa thjesht si thua kështu që po diskutojmë deri tani. Nëse blihet sistemi i drejtësisë në këtë mënyrë, ne nuk e dim ne aludojmë që këto 6 milion po hidhen për të blerë non gradën, ne nuk e kemi të sigurt. Ky është aludimi jon. Po edhe nëse blihet, unë mendoj që kjo nuk shkakton asnjë efekt paktën politik dhe elektoral, për shkak të ekspozimit që ka vetë Berisha në raport me luhatet e tij. Kjo nuk e ndihmon Partinë Demokratike dhe Sali Berishën. Po këtë po them. Do të thonë unë mendoj që nuk e ndihmon. E dyta, m'fal. Jo. Po një sekondë, ta mbaroj pra logjikën se unë do flasim dhe me shikuesin. Do të thënë pak minuta më përpara, 5 minuta më përpara, ju se po thotë që duke pastruar Sali Berishën nga kjo, pastruar dhe vajza dhe vjen vajza në krye të partisë. Jo, se tha, mos janë këtë. Ti the aludohet në qarqet mediatike dhe politike, the ti se di këtë. Jo, unë nuk thash këtë. Unë sot tani nuk thash këtë. Qëllimi mund të jetë i nënkuptuar shumë fish, shumë llojesh. Unë dua të them këtë gjë, midi amerikan ka rënë.
Kjo idiotësia që thoshte sot Lasivitaja, që kur bie shi lagesh, se këtë po i thoshte, shkoni derë në derë takoni njerëzit. Këtë Edi Berisha ka 30 vjet, dhe ata tani që rinin kandidatët aty. Dhe dëgjoni Ai Lasivitaja. tani bën atë pjesën e fushatës. Dakord, po them gjithë. Është e qartë. Ai para ti ka marrë te kjo 6 milion, apo jo? Mos shihemi pas gishtit. Është i qartë që është një lobim i pastër i Sali Berishës dhe i diku dhe agresiv, duke treguar qartë që unë po i paguaj zotrin këto para se për të shlyer atë që më bën. Po është budallëk, është budallëk, do të thënë është një investim që sprodhon asgjë në efekt elektoral. Pra ju thoni nuk prodhon asgjë. Nuk e di ma prodhon asgjë. Për mua, opinioni im është se këtu nuk vjen më një birbo sekretar shteti që ti marrë shqiptarët për budallë dhe ti thot keni kryeministrin më të mirë dhe çfarë fati keni që është një burr shteti, mund t'ja vlej. Në qoftë se nuk del departamenti shtetit dhe pa u mbyllur kutit, thot urojmë Edi Ramën për fitoren historike, kur Edi Rama është akoma duke vjedh vota, atëherë kjo ja vlen për gjithë. Ti e beson që ndikohen shqiptarët nga deklarata e Bidenit, apo e sekretarit shtetit, apo e presidentit Trump tani? Ore, ti e pas ke ndarë teorin, ti thua Bideni është budalla, flet kot, Berisha është budalla, paguan kot, këto mund mos kena si vlerë, po ata shumë mendojnë. Nuk thash që janë budallë. Unë po thash që shqiptarët sot nuk ndikohen nëse flet sot sekretari amerikan i shtetit që është burri mirë Berisha, se e din që Berisha kush është. Base shqiptarët nuk ndikohen, por këtu, për këto deklarata, janë harxuar orë të tëra kohë televizive, kanë marë para e inceneratorësh media si Top Channel-i e Tender Aklani, pikrisht për thonë këtë gjë. Shi qëfar bëri Blinkeni, shi që ta bëri Blinkeni, efekti është i rëndësishëm. A ka efekt, as ka efekt, unë këtë nuk e mazë. Në regull, pra, unë po them që shqiptarët e kanë kalu këtë fazën kur ti thua që votoni që këtës është buri mirë kjo. Ta sondazhistët, unë them që edhe sikur shqiptarëve të ndritur që nuk ndikohen, t'ja heqim këtë helmin mediatik që e thoshte Juri Kim dhe Blinkeni dhe e merte Topi, Klani e pastaj gjithë me radhë, i kemi bërë një nderë të vogël. Ka që po themë? Falë, se më të më shka. Të fundit dhe likim nga kjo moment. Kështë shikim ramocentrik, do më dhënë që e vishet Rama me fuqit mbi natyshme, që ka aftësi që ta shëndrojnë... Të shefin e FBI. Po, shefin e FBI, jo, ambasadoren, birbo ministrin, nuk e di se që ka bërë Biden. Kjo, unë nuk mendoj që është brenda fuqive të Ramës. Sigurisht, Rama ka aftësit e veta lobuse dhe në përmjet Sorosit dhe gjithë tjerët, por është fakt që Rama në këto 12 vjetë ka arritur që të plotsoj të përgjigjet atyre që janë kërkesat strategjike të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo më kot unë e citova Grenelli. Grenelli është njeriu më besnik i Trumpit në administratën aktuale. Dhe nuk është ashtu që paraqiste ky Albin Kurti, shefi i qendrës Kennedy. Është një nga kandidatët, është po, formalisht është detyre. Njeriu më besnik i Vučićit. Edhe atë njeriu më besnik i Vučićit është nga ato krijimet që i shpik Albin Kurti dhe çapullon. Jo, Albin Berisha po të ishte në pushtet dhe plotësonte çdo tek amerikanëve. Tani për ta shtyrë më tej se Bushati. Dëgjoj. Ai është me Vučićin sepse erdhi djali i Trumpit aty për biznes. Jo, një sekond. Dëgjoj. Unë kam pas në emision, ka thënë ata serbët e veriut po i shkelen të drejtat dhe po ushtrohet genocid. Tani, a është ky njeri që Grenelli duhet të... Ikim nga Grenelli. Ikim. Po Grenelli përfaqëson edhe nga ky proces Partia Demokratike moralisht, ndoshta ligjërisht. Jo, vetëm të duhet një kohë caktuar që Berisha ka të drejtë nga këndvështrimi personal edhe familjar të tentoj si Sizifi ta zhbëj një njoll, një xhancë të tillë, ka të drejtë. Politikisht, çdo i gjykuar, çdo i pandehur dhe çdo i akuzuar dhe çdo i dyshuar ka të drejtë, normal. Dhe këndvështrim. Derisa të vi data për t'i thënë, për t'i deklaruar këto nga vinë parat e tjera, është moralisht e politikisht, domethënë Partia Demokratike, Sali Berisha duhet i thotë nga vinë konkretisht të para. Është e rëndësishme kjo. Gjithsesi ky është një proces të cilën ne si media mediat e tjera do të ndjekim më pas. Tani kemi një moment tjetër, opozita është miratuar një rezolut nga Partia Popullore Europiane, PPE, për zgjedhje 11 majit. Të ndjekim një sinkron të Berishës që flet për këtë. Sinkronin dytë lutem.
Partia Popullore Europiane në rezolutën e votuar, numër 4 të votuar me emergjencë dje, bën thirrje për veprim Bashkimit Evropian, OSBE-s, Këshillit të Europës dhe institucioneve tjera ndërkombëtare demokratike që të kërkojnë nga autoritetet shqiptare të ndalojnë çdo lloj keqpërdorimi të pushtetit shtetëror, blerjen e votës, intimidimin e votuesve dhe manipulimin zgjedhor. Kërkon zyra e prokurorisë duhet të hetojë në mënyrë të plotë dhe në kohë para zgjedhjeve të gjitha akuzat që lidhen me krime zgjedhore dhe të sjell autorët para drejtësisë, të sigurojnë qasje të barabartë në media për të gjithë aktorët politik dhe të ruajnë mbikëqyrjen e pavarur zgjedhore. Partia Popullore Europiane gjithashtu bën thirrje institucioneve europiane, OSBE, ODIHR-it dhe Këshillit të Europës të dërgojnë vëzhgues të tjerë afatgjatë në bashkitë në rrezik të lartë, të dokumentojnë dhe denoncojnë publikisht abuzimet zgjedhore në raportet përfundimtare, të aplikojnë mekanizmat e kushtëzimit brenda procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, pra kredencialet e Edi Ramës u dogjen përfundimisht nëse thot shkeljet vazhdojnë. Rezoluta përfundon, Partia Popullore Europiane do monitorojë nga afër me kujdes zhvillimet në Shqipëri. Pra, si që ndoqëm, sigurisht opozita do të bëj përpjekje, kemi thënë vazhdimisht që nga fillimi i këtij emisioni, po vazhdimisht ne kemi thënë që vota përgjithsisht nuk ka qenë e numërueshme. Ka qenë e vjedhur, që nga vitet 90 në pas, raste shumë të ralla që nuk dhe blerë. Tani, opozita e bën këtë nga frika se mos vidhen votat, apo opozita fillon të krijojë idenë që nuk do të njohë zgjedhjet. Bushat si e mendon të këtij? Si e mendon? Për çfarë e bën për njërin apo për tjetrën? Po. Unë mendoj se edhe ata, pavarësisht që i thonë publikut, dhe ata të opozitës e dinë që zgjedhjet kanë mbaruar dhe zgjedhjet janë vjedhur. Kjo e gjitha kjo javë e fundit është një farsë. Po çfarë të vërtetosh? Çfarë të vërtetosh? Të vërtetosh atë se citoj ai. Spakun që të ka fut gjithë opozitën në burg. 4 vjet PD-ja se ne na duket normale se jemi mësu. Pra ti 4 vjeçar me anë drejtësisë. Burga ka futur njerëz të rëndësishëm të i ke shkallmuar. Zënës kryeministrin për shembull nuk është futur në burg, po që ai ishte bërë me opozitën tani. Nuk është futur në burg zënës kryeministri, por ai është penalizuar, po të vijë këtu arrestohet. Po pra është penalizuar. Edhe njerëz tjerë, edhe disa ministra. Është futur edhe Shukriu pasi e nxorë. Shukriu është para shumë vitesh. Është futur dhe Safet Gjici, po ky është i vetmi vend që partia sa më shumë njerëz i burgosen, aq më shumë ngrihen vota. Po më gjete një sistem tjetër ti demokratik që të burgosurit shtojnë vota, kështu që se për kë ka punuar drejtësia këto 4 vjet, do me thënë ne 4 vjet kemi qenë vend pa opozit. Njëre për çan, njërë me non grata, pastaj doli Kimetja, tha mos votoni për këtë, pastaj si dhanë vullën, dhe ti do në këto kushte të kesh gardë barabart, prandaj thoshte ajo rezoluta e PP-s që paktën të burgosurit politik si të zgjidhet. Kështu që zgjedhjet kanë mbaruar. Problemi është, a do jenë të besueshëm për ta vërtetuar këta, apo jo? Kjo është gjithë fabula e opozitës. Se do shkojnë si Cjapit e Kasapi 11 maj këta. I kanë mbyll Rama zgjedhjet më burr, flasim të kot. Po ne s'dim a do t'i fitoj Berisha zgjedhjet ndërkohë. Ndoshta Rama është aq i fortë ka blerë dhe Berishën, po unë po them, rezultati është ndoshta Berisha bën kot, ndoshta edhe Basha bën kot. Derisa blen drejtorin e FBI-s, Berishën se ka gjë për ta blenë. Mund ta ketë blerë, mund ta ketë blerë. Me 2 kulla e blen, nuk është problemi shijoni, nuk është i atij. Jo mali Tiranës, jo kodra Tiranës edhe me aq fuqi sa ka blen dhe Berishën, blen. Tani kjo mund të dëmtojë sepse krijon dhe idenë një lider. Dakord, më dakord. Ashtu mendon ai. Se cili thot çfarë mendon o zotëri tani. Partia e zotërisë nuk mendon që mund t'i vidhen votat, ndërkohë dhe kanë thënë disa. Të pasur një bisedë diverse, kam thirrur njerëz që mendojnë në mënyrë të ndryshme. Se nëse do të thresim, njerëz që mendojnë do bëjmë kor. Bëjmë kor edhe do këndonim gjithë bashkë. Po, duhet bëjmë një marrëveshje njerëz se çfarë nuk kuptojnë me vjedhjet të votës. Po. Sepse qartazi
duhet të bërdallimi mes procesit të blerjes së votës edhe nëpërmjet intimidimit të administratës shtetërore me radhë dhe procesit të vjedhjes në momentin e numërimit të votës. Jo, vjedhje manipulim që ju në gjithëm. Pra, Manipulim sepse problemi këtu fakti që ju nuk jeni më ke fevzi, unë e quaj manipulim, jo zgjedhje normale. Pra, ti të mungosh në fund garës një televizion kombëtar, unë i vë një dyshim këtyre zgjedhjeve. Pastaj po futet edhe lekët e krimit edhe kullat e lekët e oligarkëve, e gjitha merr Po, ka një problem fakti që në 34 vjet gjithmonë rezultati zgjedhor është gjithmonë kontestuar. Pra nuk ka dalë një humbus të uroj fituesin dhe të thotë që dhe problemi këtu i madh është në faktin e mesazhit që përçon tek opinioni publik. Sepse këtë e vëmë re për ditë në terren. Pra njerëz të cilët thonë që juve mire keni, por ama do vidhet vota. Do vidhet vota, do vemi të votojmë aty, po votuam për ju, do vidhet vota. Tani, një ndër problemet kryesore është edhe mënyra se si numërohen votat, sepse këtu janë ndarë numëruesit e votave tek dy partitë e mëdha, dhe ne që jemi parti, le themi që s'kemi mundësi të marrim pjesë procesit numërimit, na bie bara që të jemi jashtëzakonisht shumë vigjilent si vëzhgues dhe jo si numërues. Por ama, për hir të së vërtetës, në 2023 nuk është vjedhur asnjë vot, domethënë në procesin e numërimit flas gjithmonë. Tani për te kësaj un kam frikë se pikërisht kjo që po thot zoti Berisha është aludimi që po nisemi drejt humbjes dhe kështu i paraprim duke thënë që na u vodhën, u manipuluan votat. Padyshim që kjo gjë ndodh. Padyshim këto ka prova që nuk mund të kundërshtohen se si presioni i partisë në pushtet, procesi i blerjes së votës është i përhapur në shkallë industriale në Shqipëri. Çështja është se çfarë po bën sistemi i drejtësisë, këto grupet që kanë ngritur spagu për të ndjekur procesin e zgjedhjeve dhe mentor. Që mund të përdoret si alibi në rastin e humbjes zgjedhjeve, është argument i qëndrueshëm, i fortë, domethënë. Mirë po, në pikpamjet, ashtu siç kjo deklarat, e miratuar me shpejtësi, pa asnjë ndryshim në tekstin e paraqitur nga PD-ja, tregon edhe një lloj formaliteti. Nuk e di ishte salla bosh apo jo si thuhet, por tregon një lloj miratimi formal të saj. Dhe unë besoj që ajo ushtron, si do kudo, ushtron një lloj ndikimi, shkurajues të atyre autoriteteve që përfshihen në presion ndaj administratës publike etj. Pra, këto janë dy qëllime që kjo deklarat i ka arritur. Dhe po të mbash parasysh që është një deklarat apo një rezolutat në fakt s'ka në lloj kuptimi kur vin nga partit, po nga një njeri si zoti Berisha i cili del nga izolimi ndërkombëtar, del nga izolimi fizik dhe arrin që të marrë konsensus për një tekst si ky, është një arritje e madhe, domethënë personale. Mirë, po në terma real, çfarë vjet re? Spari në këtë deklarat, megjithëse është mota moja që ka propozuar PD-ja, fjalia që lidhet me arrestimet e drejtuesve të opozitës është diku e vendosur nga mezi. Në gjykimin tim, nëse do të kishte investim serioz për ta marrë, për ta konsideruar arrestimin e zotit Berisha si arrestim politik apo të zotit Meta, ajo mund të ishte në fillim. Pa ishte e fshehur diku nga mezi në pikën 4 të kapitullit 2. Dhe nuk ishte referim për kryetarin e opozitës. Së dyti, nëse ka një problem Partia Socialiste apo kjo qeveri me qeveritë që janë pushtet në Europë, mund ta ketë potencialisht me gjermanët, sepse në Gjermani është ndruar qeverisja, ka ardhur Djatha dhe ka ardhur Valdepuli që ka qenë kritik përgjithsisht i Partisë Socialiste, por dhe nuk dihet pra se çfarë qëndrimi do marrë në Shqipëri. Ndërkohë qeveritë e tjera do të shfaqen në 16 maj në një show të dirigjuar nga presidenti Macron dhe që është qartësisht mbështetje të qeverisë socialiste, domethënë të Ramës. Domethënë si shpërblim për rolin që ka patur Shqipëria e Ramës e këtij bandës e kupton se çfarë thuhet këtu, në mbështetje të stabilitetit. Kështu që në këtë kuptim deklarata në vetvete nuk ka shumë vlerë reale, sepse nuk do shndrohet, mendoj unë, në qëndrime kancelarish. Në lidhje me Shqipërinë kanë rëndësi qëndrimet e kancelarive. Kancelarit për arsye strategjike apo për disa arsye tjera, qoftë edhe për sukseset e SPAK-ut, ka vendosur që Shqipërinë ta premiojë. Qoftë edhe për shkak të konfliktit në Ukrainë, ka vendosur që Shqipërisë t'i japin bonus, t'i çelin negociatat në 2027 edhe pas votimit të parlamentet vendet anëtare,
eventualisht në 2030 ta bëjnë antar të BE-s. Kështu që në këtë kuptim ka diferencë madhe midis asaj që është qëndrimi i këtyre partive, 82 partive, dhe qëndrimi të kancelarive që është qëndrimi real që vendos për Shqipëri. Reali i shteteve. Zyrtarisht. Unë mendoj që për çështjen e zgjedhjeve ka një konfrontim logjik të Berishës, të qëndrimit të Berishës. Tani një parti që paguan $6 milion për lobim, ndërkohë që ka zgjedhje përpara, këto 6 milion mund i përdorte për zgjedhje. Tani Berisha ka pranuar humbjen të rrez, se kjo s'ka logjik. Përdori 6 milion për zgjedhje. Një parti që ka ose ka dhe 60 milion tjera që po i përdor për zgjedhje. Ose ka rënë dakord që të jetë parti. Po është penalizuar, thot Bushati, është penalizuar deri tani thot. Ilir Meta është në burg, lideri opozitës është në... Po s'ishte të rezoluta, nuk ishte të rezoluta. Se s'doja pranonin evropianët atë, këto. S'ishte të rezoluta. Një parti që është pretendente për të marrë pushtetin dhe kërkon rotacionin, nuk mund të hedhi $6 milion për avancë 2 vjeçare që të rregullojmë çik marrëdhëniet me ata, kur nuk po merr dot pushtetin, se kështu po flasim ne këtu, që se merr dot pushtetin, atëherë përdori për që të marrësh pushtetin këto. Ose ka dhe 60 milion tjera që po i përdor për të marrë pushtetin në zezë, dhe pastaj këtu jemi në një luftë underground që s'dim gjë se kush po hedh më shumë. Apo hedh pushteti, apo hedh Berisha, apo po hedh Bisoj, apo në këtë pikpamjen e parave nuk ka disavantazh, mendoj unë. Në përdorim në përveç sa që thoni ju. Pushteti është në avantazh tani. Shiko, llogaritë që do bëjnë nesër ata, perëndimi, që ne certifikimin e presim nga ata, është shumë i thjeshtë. Se do të thuash më votën, po duhet të argumentosh si. Ndërkohë, ai të merr. Për shembull, thotë ka censur, thotë Berisha. Por në fakt, në fushat PD ka mbulim ose të barabartë, ose në raste pak më tepër se pse. Dy televizion të mëdhenj. Hapi rrugën komplet. Edhe Dramës edhe Sali Berishës. Lëre tani. Që më thuaj pse është ndryshe në këtë rast. Se unë po e shikoj, po e ndjek dhe... Edhe unë e pash, për shumë, ja, po t'japi rast nga Top Channel i dje. Kishte vënd dhe atë që maste sekondat. Mati sekondat e Ramës i tha gjitha. Aty ku maste sekondat e Berishës, thoshte, këta nuk po japin llogari se nga i gjetën këto para. Dhe hop vazhdonte si kroni. Dhe këte llogarisë në kohën e Berishës. Bënte propagandë anti-opozit dhe ja llogariste ko opozitës, me që janë të barabartë. Mediat në këtë vend. Ndarje kështu është. Tani ka një ndarje, ne e dim këtë ndarje në klasike Bushat. Që në vitet 90 ca dhe në vitet 2000 ca, Berisha ishte gati të atherte Top kanalin dhe ishte byte brek me klanin. Një minut. Ne jemi bashkë, kemi... Edhe televizioni bashkon të ato duart rokitjet. Të televizioni shtetror bashkon të duart rokitjet, dakord. Tani, po, tani ka kymo, një pjesë ndërmuese të medias. Pjesë ndërmuese, nuk po them jo mo. Fatos Nano, por këta po japin portën Berishës edhe për një arsye tjetër. Duke e ditur që nuk fiton. Me që jyre ke mediat, Fatos Nano e la pushtetin me një nga 2 televizionet më të mëdhenj vend, klanin kundër. Sali Berisha e la pushtetin me Top Channel dhe Vision Plus, 2 televizione nga 3 kontare kundër. Po më gjete në regjimin e Edi Ramës, kush është televizioni kundër, se që e Irfanin nga njërë kundër. Po, sepse, atëre ishte një luftë e ashpër. Po syrin, qiko, 2005, një po fletë për vitin 2005, që ta këthejmë dhe shikosim pak se thotë, dhe qëllë se ka drejtë këtë. Në atë vit, 2005, Fatos Nano i humbi zgjedhjet, si që është natyre Fatos Nanos, vetëm pse lëshoj Skënderi Gjinushin dhe për fare pak. Dhe ndërkohë lufta të media po shkoj. Lufta të klani ishte mes 2 pronarve. Në qofë se fiton të Saliu, i thënë, dhe një tjetë, televizionin dhe marrë shti, i thënë kësi që e ka. Në qofë se fiton Fatos Nano, televizionin e mërte Marcel. Marsua. Edhe Top Channel-i, ashtu i kishte pronarët, gjyqje kishte. Po pra, ashtu vazhdoj dhe jo, edhe Top Channel. Zgjidhi gjyqin e pronarëve. Po kjo që është tani mo? Po të thuaj të dyja, të thuaj të gjitha pëse. Pra, po jo më jam në regull me ty. Unë po merem, edhe këtu, kjo e zgjidhi. Unë po merem me thelbin, jo me thashethemin. Pra, do me thënë, kur ka pas rotacion pushteti në Shqipëri, ato 2 herë që ka ndodhë, ka pas një mjedis pak më tepër demokratik. Kur s'ka mjedis demokratik,
kur dhe bandat janë të gjitha me njërën palë, kur dhe oligarkët janë të gjitha me njërën palë, kur edhe Bandat e ti, bandat e ti si do t'i kishe tani e Bushat. Në qoftë se bandat mendonin që fiton me minut. Në qoftë se bandat mendonin që do fitoj, bandat kalonin me njërë të parët, bandat kalonin me fitusin. Kur fitusi vjen me gjithë bandat, bandat vinë me vrap. Kompletohet me njërë. Ata kanë frikë se nuk vjen. I ka marrë fitusin gjitha. Dakord. Kjo ndërlidhet pak me edhe me temën e parë. Se këto parat për Berishën në Amerikë, ose kanë dhe shqiptarët, mi po duket hipotezë jo shumë e besueshme për shkak se shqiptarët do duhet kontribojnë me vlerë, ku diun, 20.000 vetë nga 10.000 euro etj, 10.000 dollar etj. Edhe më duket çudi pse nuk e pranojnë fakt tillë. Mi po s'po del as njeri, as i grup njerëzish që thonë që i paguajmë ne. Ose i pagun familje Berisha, po dyshoj që ajo e mbuluar, e mbikëqyrur nga SPAK-u, nga institucionet e drejtësisë, do bënte një operacion të tillë. Ose janë oligarkët, pra do me thënë oligarkët nuk është se janë kundër Berishës. Pra unë mendoj që nuk është se janë kundër Berishës. Sa më të llogaritën Bushat. Okej, ja të the provë. Monitorimi një dërgojnë tani mua për 2 javë të para të fushatës, minutazhi gjatë edicioneve të lajmeve. PS 44.8%. Sa gjë tjetër Bushat. PD 49, jo 1 minutë, .6%. Nuk po thotë subjektet tjera 5%. Thotë që është harxuar koha ose është konsumuar kohën kur... Po kohën dita vjeta i dhe në favor të ati që domo. Tani e di qa po mbron që ti po mbron tezën që këtu mes dhjat janë barazlarguara? Jo. Po që po më thua atëre? Po dhe janë barazlarguara. Atëre ka një gjë më të thjeshtë, po të them që ka një gjë më të thjeshtë se ka. Fitusin nuk e vendos dot media. Ti vetë vjen këtu në studion time dhe thua, zgjedhjet kanë mbaruar. Atëre media ja lëshon të 2 palëve minutazhin e jep të plot zotëri për të qenë brenda. Këtë po të them unë. Jo, media mund të bëjë gjë tjetër. Çfarë? Që fatkeqësisht se kemi bërë dhe ne në këtë studio për gjatë gjithë fushatës. Çfarë të bëjmë? Po mbyllet një fushat që s'ke një emision serioz mbrëmje që të bëj një debat. Si ka qeverisur Edi Rama këto 4 vite. Si emision serios të jo? Gjithë debatet... Që ke serios të jo? Gjithë debatet... Jo, edhe kjo është seriozi, pra. Edhe kjo seriozi se ka bërë. Unë ditën e enë, kryeministrin e kam këtu dhe zi them, si e ke qeverisur zotërie do marë i bëj pyetje ekonomike 1, 2 edhe tjera, edhe pyetje. Po letë mos i jap, më burë. Pyetje do i bëj. Tekste ka analiza e qeverisë tërësi, jo që a thot kryeministri. Kemi diskutuar a do iki Berisha pas humbjes. Kemi diskutuar a e han partit e vogla PD-n. Fati i njerëzve në këtë vend varet si i qeverisë qeveria. Vetëm ky debat s'është bërë gjatë fushatës. Jo, sepse u morën me... Si është qeverisur... Debati që duhet të bësh, zoti Bushati, kemi bërë këtu debatin që tani s'do... Jo, kemi bërë debatin që s'do të përmendësh ti. Që gjithë Partia Demokratike ti e luftonte, po ky është Elbi, luftonte kundër Sali Berishës, mbeti Sali Berisha me 5 veta, tani u mblodhën të gjithë dhe lëpinë Sali Berishën, edhi dhe valle me kengë. Po është vonë shumë. Maskarej në spaç është vonë, jo të PD-s, jo. është vonë Bushat, për punë. Këta të PD-s, Jo, qojnë spaç, po janë maskarej. Unë po them gjë tjetër. Ata nuk i linin gjepa të në Sali Berishës para 2 muaj. Tani Berishës i këndojnë kengë. Me këta maskarej dhe për fajt të tyre, po mbyllim një fushat, ku nuk është bërë një debat vetëm, si na ka qeverisur Edi Rama. Të bëj një problem tjetër. Ja një sekund. E drama, jo më ja. E drama ka gjetur shesh. Po si duket kjo nuk është Po ti s'do këtë pjesën tjetër, më zotri. Kjo e drama gjen shesh dhe bën për shesh. Ka gjetur dhe... Na ka gjetë shesh mua dhe ty. Jo mua dhe ty, jo. Ka gjetur shesh dhe për shesh. Ti dhe unë bjeri legenit sa duash. Nuk ta pjert njeri. Jo, duhet bëjmë detyrën tonë. Po kush ta pjert ne? Po pse mo... Po ne do ta përmbysim me dramën. Unë dhe tia. Po pse mo na pjert flamuri që flasim çdo... Po e ke par flamurin tu ti? E ke par flamurin? Na pjert flamuri... Pyetje ti bi unë. A më thua një oligark i thash? I thash flamurit tu, një minutë. A më thua një oligark i thash flamurit tu? Ore pse i... Oligarku i vetëm thash e drama. Dhe ti po qesh. Të tham pra, oligarkët janë edhe me ata dhe me ata. Qa halli keq idesh nga Degandek? Po sepse, jo ne, s'ka mallur më jo. Unë po të bëj... Nuk kam asjall. Nuk po ndërtoj as Gradaçelë, nuk po ndërtoj, një minutë. Nuk po ndërtoj as 50 pallate, as 5 Gradaçela.
Një shembull. I bashkuar me dramën, nuk po e bëj këtë. Dhe këtu më tha, ke ndërtuar dhe ti dikur, ullur këtu të këtë cep. Po, unë jam qytetar i zakonshëm i Republikës Shqipërisë. Nuk jam kryetari opozitës si të më blerë. Ndërsa këtu po të them zotrin një gjë shumë thjesht. Opozitën... O do marrësh të ndërtosh Tiranën dhe do të shikosh punët e familjes, o do bësh opozitën. Ka që si historia. Ti këtë s'do të shikosh. Ti shikon vetëm një pjesë. Unë po them jam për spatsh. Unë po të them... Jo, nuk janë për spatsh, janë të bëhen deputet, të kapardisen dhe të rinë opozitë. Dhe të marrin qatë dorë. Për këtë pyetjen se ta kam bërë 10 herë dhe i dhe shtë nuk e kam deg. Ke përgjigje? Kam. Edhe kolegët që janë... Ditën e enë... Si ndodh që në një fushat, një muaj, në të gjithë televizionet e vendit, nuk ka pasur temën më thjesht, si jemi qeverisur këto 4 vjetë. Po ju duk kjo normale dhe themi që opozita ndërton kulla për t'ju përgjigjë kësaj pyetje? Po, opozita bashkë me atë. Japim propozim. Pastojmë para maksimalisht, prit. Jam të gjon greko. Dakor. Po, e këtë se shikon ti? Nuk e shek këtë më, jo. Dhe këtë nuk e shikon. Përgjigje, se s'po jep do të përgjigje... Po qa përgjigje të t'japun ty? Lëre pyetje na... Unë kam thirrur në studio do pyes kryeministrin. Qeverisje më ke bërë ti zotri mua, këto 4 vjetë. Po pra. Pashaportën europiane. Jo pasaport. E do. Një propozim që kam bërë në gjitha emisionet ku më kam ftuar këto kohë e fundit, fare mirë, mund të bëj një panel me 11 përfaqësuesit e partive të ndryshme politike. Si që bëhet në... O zotri, rash sot telefonit, o zotri. Po mi mot. Lapaj, më thot mua, do vi vetëm unë, thot. Me asnjëri tjetër në studio. Vetëm unë, thot. Në qoftë se ju e lëshoni si ftes, unë të se mund të vjen në pozitë. Te ju më kam thirrur për të enten. Ju dhe pal tjetër. Nuk vjen. Do vini tek e tek. Edhe ju, partitë e reja, do vinë këtu tek e tek. Jo për të diskutuar bashkë. O zotri. Shumë shkruan njëri. Bët ju të vjetrit, thot dhe se latë redin të flasi asë të latë. Unë të roqja, folë. Kja është tu, do me thënë, duhet bërë një ftesë e hapur që përfaqësues të partive të ballafaqojnë idetë e tyre, programet e tyre, të diskutohet detyrimisht. A ju mbush mendjen Redi ti 5 vetave nesër po të presu unë. Qa është sot e ente, pas nesër të shtunë, unë po hap program, po i them pronarit, dhe po ju pres të diskutojmë me të gjithë ju. A mi sjell dot? Unë sjell po i mora unë sot, ore i mora, o zotri, po i mora unë sot, mo. Nuk vinë bashkë as partit e reja. Partia Demokratike me Partinë Socialiste, kur në botë? Demokratikja vjen. PS-ja thot jo. Nuk vinë. Nuk vinë më në studio. Pra, roli i mediave mund të ishte edhe ky, që të lëshonte një ftesë të hapur për gjithë përfaqësuesit e partive. Ore, nuk vinë, po them. Përballeshin me idetë e tyre. Ore, jafte, të nderuar njerëz të partive, Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, 25 partive të Sali Berishës, partive të reja, të gjitha, të shtunën, unë po bëj program të hapur, hajdeni po ju prestu, dhe po e zgjeroj me karike të gjithë të, dhe hajdeni të diskutojmë. Jemi të parë që do vim. Vetëm ju më vini. Asnjë tjetër. Sepse... Edhe Gjuzi vjen. Shiko, problemi, për ta përmbledhur edhe idenë time se përket problemit të mediave në Shqipëri, që është problemi mirënjohur tashmë, nuk është se ngela unë për ta thënë, po fakti është që mediat kryesore në vend kontrollohen nga disa oligarkë, të cilët u tha këtu, oligarkët i kanë interesat me atë që është në pushtet. Si me dhe në për ironi, janë qikë si qasja e Amerikës. Një njeri që deke emisionin tonë, komplet, Bushati ka thënë thot në emisionin tonë, si ka qeverisur Partia Socialiste gjithkohë, për këtë punë të kam thirrur. Dhe ti ke thënë, çfarë duash ti? Po pandaj thash ti ke emisionin serioz. Por unë them një temë, si edhe mua të mbyllin gojana. Po cilën temë? Kam me bërë tema sa duhet. Ore, unë për tema të veçanta kam ndëruar televizion, ti e di mirë. Partia Socialiste, këtë fushat më jo historinë. O zotri, për tema të veçanta kemi ndruar... Po, në këtë... Na kanë ndruar dhe studion, na kanë hequr nga puna. Dhe mua dhe ty, nga që na kanë ndruar shpesh, kemi zënë dhe pak mënd. Problemi është që në këtë fushat, ka ndodhur kjo gjë, që nuk është folur gjëja më normale e fushatës. Unë kam thirrur, shiko, ja Bushat, shiko, sa e tjesht që ta mbyllim. Ikim ti momenti, se do ju në polici dhe të kthejmë pjesën e tretë që kemi, se po presin njerëzit. Unë thira kryetarin ka një muaj e pak që thres për këto ditë kryetarin e magjораncës, kryeministrin. Okej, do vite. Thira kryetarin e opozitës.
Okej, tha të gjithë, zdenë si ti, zyrë në shtypit e komunikove, e mora sot, thash unë, do vinte, tha, për sot, po. Tha, jo, tha, se është me rufë. Tha, një të shkuara për rufën, të vi pas zgjedhjet e tjera, se s'ka problem, se ai aty do jetë gjithmonë. Në zgjedhjet e tjera Kemi dyshim. Jo, ke një variant që e bën BBC-a, thot ne sot del moderatori, thot ne sot kishim të shkuar kryetarin e e opozitës. kanë varur më gjaketën këtu, jo të opozitës, se Taliu ka ardhur. Por kryetari i opozitës vendosi të mos vi, thot, dhe është Kanë varur gjaketat më në te kurishat e Kjo është Ora News. Kanë varur gjaketat aty. Kjo është detyra jon si media, të japim hapësirën. Tani ti ikim këtij momenti. Kam me Bushatin se bëra dot, që thash çfarë. Vetëm një fjalë. Thuaj edhe një fjalë. Tani o ka fol Bushati kundër Ramës. O kjo është folë në këtë Jo, mos e ka këtu, e ka drejt ky, nuk ka, ajo nuk ka. është tjetër. Që ka media, jo. Për censurë. Nuk kemi ne shembull, jore, po që ka media që e fshehin. Po në mënyrë ti kishe media që fshehin këtë 6 milionë. Në mënyrë absolute, në mënyrë absolute. Po s'është dhënë, si jepen lajme fare, nuk fshihen lajme, si jepen lajme, bëhen këtë biles Bushati Më shumë fshehin këta që janë me pjesë e pushtetit, të lutem. Po mi për rregull. Tu ka det Bushati. Dava peshore. Hajde. Po them censurë. Fjalë e fundit se do thresim. Ka se kemi thënë çfarë lloj gjë kemi dashur. Dy koncepte që lidhen edhe me atë pjesën e parë të emisionit. Çfarë janë oligarkët? Janë njerëz që kanë bërë para në tranzicion, janë njerëz që kanë bërë para nga privatizimet. Fal sekond. Dhe ato para, ato 6 milionët, janë nga këta. Nuk mund t'i paguaj një parti që ka 12 vjet në opozitë. Ta i sjellin ai. As familja Berisha. Dhe në këtë kuptim, oligarkët janë edhe me Berishën, pra edhe Ramën edhe kundër Ramën. Madje edhe televizionet e tyre, edhe të televizionet e tyre janë edhe me Ramën, në këtë kuptim ka një lloj ekuilibri. Mirë, po tani un kam thirrur këtu vetëm për ta mbyllur. Këtu nuk garantohet, nuk pritet, është mjerim që të presësh që tranzicioni do vi nga zoti Berisha, mund të vi dhe nga të rinjt. Dhe Mali Zi, i cili ka patur, po shikoj një nga këto të inteligencë artificiale, Klodi, e konsideronte Gjukanovićin si oligark. Në fakt e s'është oligark. Po ishte, do më thënë, në pikpamjet letrave, ka qenë njëri që ka qenë pushtet. Më falë, sekund. Po batut mo. Më falë një sekund. Po batut fute, po nuk ka lidhje tani se. Po presin njerëz serioze kështu tani. Mund edhe Gjukanovići, pra që ishte 3 mandate, 4 mandate, u rrëzua nga një forcë, nga një koalicion forcash të reja të krijuara nga hiçi. Megjithëse kontrollonte policin, prokurorin, drejtësin, kishte marrëdhënie ndërkombëtare të fuqishme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian dhe prap e rrëzuan forcat e reja politike. Kështu që kjo është një diskutim. Kemi vetëm një gjë të vogël që mund ta themi, që nuk kemi vetëm oligark ekonomik edhe sipërmarrës oligark, po kemi edhe parti oligarkike që kanë aq shumë para, sa që mund të investojnë dhe vetë. Kështu që mos e merr mirëqen gjithmonë që po oligarki quhet ajo prap. Ajo është oligarki e vërtetë. Parti oligarki. Se këtu ka magazinierë, oligark, po. Prandaj atëre, në këtë pjesën e tretë, nderuar teleshikues dhe nderuar kolegë, un kam thirrur në studio 2 kandidat për deputet për Tiranën. Janë Ilda Zhulali dhe Dashamir Shehi, të cilin vinë të dy nga e djatha, bile, por vinë nga e njëjta parti, vinë dhe shkojnë. Dhe i kam thirrur edhe në këtë plan për ta parë edhe për të kuptuar në një gjë se shumë gjëra kemi filluar të mos i kuptojmë. Dashi ka ikur. Është një që ikën dhe Zënia Zhulali, për cilën kam respekt shumë, është duke ardhur aty. Dhe tani ti marrim të thresim këta të dy, mëse ndër ti pyesim, more, njëri ikën dhe tjetri vjen. Ç'ndodh tani këtu? Mbase mësojmë dhe në një gjë. Po këtë dhe bëjmë pas publicitet, Busha do të qëndrosh të këtë pjesa, po, si e ke. Po... Unë jam me largët se kur ndaj të djathës, nuk kam punë të kjo bisedë. Ti ke shpërur dhe votën, po atërës të thresun, ti ke shpërur votën për këta, mos të thresë kërë shkërë. Ja, problemin më të matë, po jo, të ejnë që vjen do të thresë, se kjo do jetë, këta do jenë dhe tjetëri, partit e reja do të thresun. Se Fevziu si shpërmëntit... Si djetë që ndodhë shtunën njërë, se ke hapur të shtunën, ke të hapur të shtunën. E të shtunën... E për thirjen. Jo, thirjen e kanë, kush të doj, unë këtu më kini. Atere mbetemi me këta, publicitet rikëthejmë me njerë.